Eklipsi hënor pra fillon në 14 mars, në 5 të mëngjesit dhe mbaron në 11 të mëngjesit. Gjatë kohës së eklipsit nuk duhet ngrënë, nuk duhet pirë, sepse si thuaç ti po han energjinë e hënës së vdekur. Pra eklipsi quhet kur kemi hënën e cili mbulohet tërësisht nga një planet hije që quhet Ketu në astrologjinë vedike. As nuk duhet gatuar gjatë eklipsit dhe as nuk duhen lënë ushqimet jashtë. Nuk duhet parë fare hëna, nuk e këshilloj sepse quhet pra vdekja si më thonë e hënës dhe ringjallja kur mbaron eklipsi e hënës. Mbyllni perdet natën e 13 marsit që mos të hyjë kjo dritë në shtëpinë tënde. Nuk është mirë të fillojmë një projekt të ri gjatë eklipsit, se thuhet se nuk të shkojnë gjërat mbar pastaj. Tek astrologjia vedike, ky eklips ndodh 29 gradë në shenjën e Luanit, në nakshatrën Uttara Falguni që ka të bëjë me marrëdhëniet, me martesën, romantikën, bizneset, marrëdhënie me njerëzit, me çfarëdo lloj njerëzish dhe marrëdhënie dhe me parat, sepse kjo yësi ndodhet, kjo yësi zotërohet ose drejtohet nga dielli, i cili tashmë sot në këtë periudhë tani është afër Saturnit, planetit të karmave. Që do të thotë se ky eklips pra do të na si thua testojë neve. A jemi neve të pjekur për të patur një marrëdhënie që ke, marrëdhënie që nuk ke, ose marrëdhënie që dëshiron të kesh. Kalofshi një eklips të bukur.